Shije e lehtë dhe energji natyrale ka receta që do përgatisim sot. Kos frutash me lule shtrydhe të freskëta, një recetë super e thjeshtë, e lehtë për të përgatitur dhe me shumë shije. Vazhdoj me recetën pa humbur kohë. Do na duhet 1 litër ujë dhe 3 pako buting. Mund t'i merrni të treja me lule shtrydhe ose siç i kam marrë unë, 1 me fruta pylli dhe 2 me lule shtrydhe. Hidhni sheqer sipas dëshirës. Unë kam hedhur 2 gota, po aq më pak aq më mirë. E hedhim butingun tek uji. Uji duhet jetë i vakët ose i ftohtë në mënyrë që mos të bëhet me kokriza. E përziejmë vazhdimisht derisa të fillojë të ziej. Pastaj do hedhim lule shtrydhet, pra në fund kur të marrë val hedhim lule shtrydhet dhe e fikim. Pasi e kemi fikur, e përziejmë her pas here që mos na krijojë atë cipën kështu nga sipër. Do e lëmë që të ftohet derisa të arrijë temperaturën si qumshti kur e bëjmë kos, pra gishti jonë ta duroj. Dhe do i hedhim 1 litër kos. Kosin do ta tundim pak përpara dhe ja hedhim gradualisht pjesë. Kjo ishte receta del super e shijshme dhe provojeni.